Policia e Vaudesit ka arrestuar në flagrancë një 68 vjeçar i cili tentoi të vriste bashkëshorten duke qelluar me armë gjahu dhe më pas duke sulmuar fizikisht. Shërbimet policore ndërhyn menjëherë pas marrjes së njoftimit se një grua nga Vaudes po transportohej drejt spitalit të Shkodrës me plagë të rënda të shkaktuara nga dhuna e bashkëshortit. Në bashkëpunim me sektorin për krime të rënda të drejtorisë vendore të policisë u bë mundur lokalizimi dhe arrestimi i autorit të dyshuar, 68 vjeçarit Xhabir Hoxha i banues në Mjet. Ai akuzohet për veprën penale, vrasje për shkak të marrëdhënieve familjare mbetur në tentativë. Hetimet paraprake tregojnë se Hoxhai për motive xhelozie ka qelluar 2 herë me armë gjahu në drejtim të bashkëshortes me qëllim ekzekutimin e saj. Pasi dështoi në këtë përpjekje, e ka dhunuar fizikisht duke e goditur me grushte në fytyrë dhe duke e dëmtuar me mjet prerës në pjesën e qafës dhe të shpatullës. Fatmirësisht 61 vjeçaria ndollet jashtë rrezikut për jetën dhe po merr trajtim mjekësor. Gjatë operacionit policia sekuestroi në cilësinë e provës materiale armën e gjahut të përdorur në ngjarje, 2 gozhoja dhe 17 fishek. Materialet i kaluan prokurorisë për veprime të mëtejshme ligjore.